Brezat e ri shqiptar kanë një detyrë shumë të rëndësishme, të rebelohen ndaj mentalitetit të brezave të komunizmit që hala sot vazhdojnë me apo sherrin, mentalitetit të frikës, të servilizmit dhe të mos reagimit. Brezat e rinj duhet të jenë të vendosur në rujtjen e lirisë, në rujtjen e drejtësisë dhe në luftën ndaj padrejtësisë. Mos lejoni që t'ju verbërojnë ndërgjegjjen dhe t'ju vrasin vizionin me fjalët si qyr punën tane, rregullo vendin, çfarë duhet ty etj. Këto fjalë janë gjysmë të sakta e gjysmë gabim. Në aspektin personal duhet me i zbatu këto fjalë, pra duhet me rregullu vendin edhe familjen. Por njeriu ka edhe aspektin e tij shoqëror dhe fatkeqësisht këto fjalë e vrasin shoqërinë. Ja ta tregoj se si. Nëse në një baçë sillet një gjarpën dhe e dëmton dikë me helmin e tij, njerëzit përreth nuk e kanë luksin të rrinë të qetë, sepse mund t'ju vijë rradha edhe atyre. Prandaj të gjithë së bashku mobilizohen për ta larguar rrezikun. Edhe në baçën tonë të përbashkët që quhet Shqipni, nëse dëmtohet dikush nga korrupsioni, nga padrejtësia, nga paaftësia e atyre që janë nëpër institucione, nëse dënohet për shkak të orientimit fetar, politik apo ideologjik pa bën faj, potenciali i ardhshëm për të dëmtuar jeni ju. E mbyllim videon duke rikujtu edhe një herë rregullin e artë kuranor. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli pa ndryshuar ata brendësinë, botkuptimin dhe orientimin e tyre.